kadrojmë vajzën Okej. e këndshme, një sportiste të vërtet Albana Arifi. Alo, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje, Albana. A ki emocione se ma herët më thanë që e ki pak probleme me jap intervista. Ngushtohet pak. Pak, veç jumë. Kam dhënë disa intervista dhe nashta mësona pak. Atër, e di që të rritë e kini edhe pak problem shprehjen gjuhën shqipe, se jo që se dini shqipen, po ato fjalët sportive, teknike dhe ato të profesionit, ma për ditë ju bje me i fol me të hujt atje, me vendasit atje, se të hujt në, po si do qëfë do të mundohemi me bo një intervjist bashkë. Po. Albana është një handballiste, pak ma shumë në kalëzër për vete. Sa vjeqar je, ku ke lind, për nga je me prejardhja? Pra, unë jam Albana Arifi dhe i kam 16 vjetë. Kam linë në Malmö, në Suedi dhe kam prejardhje nga Prishtina. Nga Prishtina. Që sa vite lunë handball? Se unë e sonte të kam ftu si një vajzë cilës shumë shpesh e shoh rezultatet dhe fotografit. Po. Handballin e luaj që 10 vite, do me thonë kam fillu kur e kom pas moshën 6 vjeçare. Albana, në cilin ekip ke fillu me lujt mas pare? Na banojmë që 10 vite në Helsingborg dhe kam filluar me lujt në ekipin e Helsingborgut dhe është UV Helsingborg. UV Helsingborg. Po tash për cilin ekip tash luni? Tash luj për Lugi, është nga Lundi dhe luj atë që nga 2 vite. A jeni ekip të parë për seniort apo lunë për junior? Për juniort. Për junior, po. Po. Veç ushtrojnë me seniort. Ushtrojnë me seniort. Po. Po, a ka qenë shumë vështirë me mbriti deri në përfaqësuesen kombëtar në seleksionin e Suedis, edhe është konkurrenca fort? Normal që është shumë vështirë me mrit deri aty dhe kam pas periodat vështira dhe të lehta, po gjithi kam pas prind që më kam përkra. Konkurrenca është shumë e fortë, pas që handballi është shumë i përhapur në Suedi dhe kur nuk je sigurt me marrë pjesën në kombëtar. Dhe me thonë nuk e ki kur sigurt, po gjithmonë duhesh më konë atraktiv edhe aktiv. Po. Po, është hera parë që je thirrë me lujt për kombëtare? Jo, kam lujt edhe për kombëtarën e Kosovës, në kampionatin Ballkanik për të rinë në Bullgari, kurse për Suedin, ndeshjen e parë kam pas në Norvegji para 2 jave, kur kemi taku kombëtarën e Norvegjisë. Po, pse ke lujt për Kosovën edhe tash për Suedin? Në kushtet cilat ofrohen ma tepër se të njëjtin probleme kemë edhe me Majlinden? Po mendoj që konkurrenta është shumë e madhe këtu në Suedi dhe... Mundësit ma të mdoja? Po. Mundësit ma të mdoja? Kur të rritna, nashta kur mos me lujt shumë mirë, mos më shku mirë për Suedi, vim edhe në Kosovë edhe qëtash e muna gjithë mi ndru, me lujt për cilën dush, kur du. Po, qëfëse ka lënë për juniorve në senior, jenë ato regullat që ta lejojnë. Kundër Bullgarisë, kur ke lujt me Kosovën, i ki bo për 15 gollave 9 vetën. Po. Shumë gollave? Po, shumë. Veç, mirë më ka shku atër. Tash ki gara për kvalifikimin në kampionatin evropian. Ku do të morën edhe kur? Edhe 3 javë kam shku në Vigo në Spanjë. është afër Portugalisë. Po, është kampionati evropian? Po. Cilat shtete kanë me lujtë në grupin juj? Shtetet janë Spanja, Bullgaria dhe Italia. 2 ekipet edhe Suedia, kuptohet, po. Po, 2 ekipet e para kvalifikohen për kampionatin evropian. Ma vonë çka të pret? Nëse më shkon mirë në Spanjë, shkojnë në lojnat olimpike për të ri, që do të marrë në Holland dhe në gusht kampionatin evropian në Poloni. Edhe kurse kampionati botnor për të ri mbahet në vitin e ardhshme në Maqedoni. A do të luaj aty, është veç me shpresu dhe do të mundona. Na të urojmë shumë suksese, po para se me mbyll biseden me ty edhe me të uroj shumë suksese me na zbarë fytyrën si shumë shqiptar edhe në sporte tjera, shqyqy që kem kësi një e qënosh, në kallëza, a shkon sporti edhe shkolla bashkë? Po, më shkon mirë, munona
gjithë e kom pas me pas shkollën mas pare, gjithë me tash dhjom që një vjetë unë kam marrë se nxënësja ma e mirë në Helsingborg. Kjo ke edhe ideja pse të pyeta se Albana për ndryshe përveç si sportiste mirë është edhe... E mira me të mira është shpall edhe nxënësja ma mirë. Përshëndetje për këtë familjen e juaj, për këtë shqiptarët edhe Faleminderit shumë. për krahasin kryesor tonë 2 metra njëri e Rushitin. Të falem. Faleminderit. Tonë përshëndetje. Shpresojmë që Albanën ta kem në të ardhmen edhe mysafirë me ndaj kup këtu edhe. Do këta, po më taj, shteti ku është funksional, sigurisht të rritë ma shumë këshim marrë me sport, me kong, Po dhe si shi marrë me si shi marrë me politikë të thëtë. Ka bolla, po me qka? Po, problemi është Qysh me dëvërtu, është shumë fështirë Majlinda... Dhe çdo federata që mundën, edhe handbolli që është janë interesuar. është janë Ma këshirën për vete, për sportin e për ato që janë ngusht fërë. Po, Vazhdojmë.